ne si subjekt politik Guxo morëm pjesë dhe dham qëndrimet tona dhe propozimet tona për çështjen e datës. Para se të flasim për datën, presidenti ja boni mirë që prap ka pas një kërkesë dhe lutje për gjithë partitë politike që të shërtohet mundësia që sot të kishim edhe një seancë të radhës në mënyrë që të adresojmë disa prej problemeve që rrezikojnë kategori të caktuara me met pa paga, sikur se janë punonjësit e radio televizionit të Kosovës, mandej për mundësinë e zgjatjes buxhetore ose çfarë do pike të rendit ditës që ka qenë pjesë e diskutimit ose propozimit të seancës së parë të orës 11. Nuk kishte dakordim nga shumica e partive politike për me adresu nevojat elementare jetike për kategori të ndryshme shoqërore, edhe rrjedhimisht pas mungesës së vullnetit politik të partive opozitare PDK, LDK dhe AAK, presidentja nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të firmos shpërbërjen e Kuvendit të Republikës Kosovës, e që dihet që me automatizëm tashmë shkojmë në zgjedhje, pa diskutime të ndryshme rreth asaj se kur është opsioni më optimal dhe më i favorshëm për qytetarët e Republikës Kosovës. Ne si Guxo kemi mbrojtur qëndrimin që mes datës 21 dhjetor dhe datës 28, ne kemi preferuar datën 28. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale, për shkak nevojës që të kemi koordinim dhe përgatitje më të mirë edhe të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe të partive politike, por njëkohësisht edhe për nevojën e organizimit më të mirë në nivel të ambasadave dhe të konsulatave në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe përtej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky ishte propozimi jo. Ne mendoj që data optimale mes datës 21 dhe 28 më e favorshmja, më e përshtatshmja për qytetarin, për mërgatën, për institucionin, për menaxhim më të mirë është data 28 dhjetor. Kjo ishte vija e përgjithshme se cila ishin pjesë të diskutimit dhe qëndrimit të Partisë Guxo. A keni ndonjë pyetje të shpejtë apo ikim? Neve veç guximi nuk na mungon, as na ka mungu kurrë. Vendosëm atëherë se si e shohëm më të arsyeshme, më racionale edhe probabilitetin më të madh fitores, për shkak se ne jemi të bindur që prapë bashkë me vetëvendosjen do të korrim fitore më të madhe se sa të 9 shkutit. Po edhe Komisioni Qendror Zgjedhor, sikur se institucionet e tjera, kanë mundësinë e operimit me atë pjesën e 1/12, po ajo përfshin vetëm vitin fiskal. Edhe kjo do të jetë forma e adresimit buxhetor, në rast se është e nevojshme. Kosova nuk është pa institucione, kemi qeverin detyrë, do të shqirohet mundësia që të jenë në dispozicion mjete shtesë për të siguruar mbarvajtjen e procesin demokratik të institucionit. Faleminderit shumë, ditë mbarë.